Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në Bret të Krujës. Në faktikisht në një nga fshatrat më piktoresk, ka shumë turistë të cilët vinë këtu, por këtu pas shpinës time ndodhet një shkollë e mbyllur. Të paktën që prej vitit 2014 këtu nuk ka më nxënës. Nxënësit që kanë qenë në këtë shkollë shkojnë pikërisht në Krujë, në një rrugë jo të lehtë. Ju duhet paktën 40 minuta për me lëviz nga fshati, ato nxënës të vegjël që kanë mbetur që të shkojnë në rrugë të Krujës dhe keni parasysh diçka, fugoni që i merr këta nxënës, kalon nëpër një rrugë jo të shtruar dhe parat e fugonit fëmijët i paguajnë vetë. Këto pra janë efektet e shpopullimit për cilët unë ju kam folur. Këtu i është plotësuar çdo kusht të qytetarëve të Bretit që të largohen nga Breti, pa ambulancë, pa qendër shëndetësore. Është një rrugë totalisht e rrënuar, rreth 4 kilometra që del në lagjen e bazës të Krujës, me shpërthime guroresh, me ndotje të jashtëzakonshme, por keni parasysh edhe pjesën tjetër që ka të bëjë me kanalizimet dhe me ujërat e zeza. Vetë banorët kanë mbledhur para për këto kanalizime. Sot e kësaj dite jemi në kushtet e një epidemie në rast se ato tuba plasin. Kemi të bëjmë me një agjent pastër për shpopullimin e Shqipërisë. Pra, plotësoja të gjitha kushtet shqiptarëve që t'ikin nga sytë këmbët. Hiqi shkollat, hiqi qendrën shëndetësore, lej pa rrugë, lej pa ujë, pa kanalizime, me ndotje shumë të madhe dhe këta njerëzit do largohen vetë. Ndodhem në Bret të Krujës, është një nga vendet më prallore faktikisht, por rruga në gjithë gjatësinë e saj është në këtë lloj forme. Keni parasysh që fëmijëve të vegjël, pasi u mbyll shkolla, ju duhet çdo ditë që të kalojnë në këtë rrugë. Po jo vetëm fëmijëve për të shkuar në shkollë, por edhe të gjithë banorëve të cilët hasin vështirësi të jashtëzakonshme. Asfalti është luks, po minimalisht ishte shtruar me çaku. Breti një nga vendet më të bukura dhe më prallore, një nga fshatrat më të mrekullueshëm, jo vetëm të Krujës, por të Shqipërisë, i krahasueshëm me fshatra në Austri edhe në Zvicër, vuan sot për infrastrukturë. Shqetësimi kryesor i këtyre banorëve është pikërisht kjo. Për 4 kilometra rrugë po i detyrojnë njerëz që të largohen nga Breti. Fatkeqësi e madhe. Faktikisht teksa po vija për Bret, unë takova një grup turistësh izraelit, sepse ata kishin futur në GPS Krujën dhe rruga që i kishte nxjerrë ishte pikërisht nga Breti. Ata u kthyen mbrapsht, sepse nuk ka më rrugë. Banorët po më tregojnë që her pas here ata vinë këtu dhe nxjerrin turist huaj sepse kjo rrugë është totalisht e amortizuar. I kishin gjetur dikur duke qarë. Ata kishin menduar që kanë humbur pra. Imagjinoni, vetëm 4 kilometra nga Kruja, banorët duke nxjerr turist në vend që t'i prisnin këtu dhe këtu të kishte bujtina apo t'ishte një vend turistik, ata i kanë nxjerr nga Breti, a thua se janë në ndonjë xhungël të Amazonës.